Doktor Bahri Brisku ka lindur në Ulqin me 1933, ku e kreu dhe shkollën fillore. Në Shkup ka kryer shkollën e mesme dhe fakultetin në degën e letërsisë të popujve jugoslav. Në Prishtinë ka kryer studimet post-universitare, po këtu ka mbrojtur tezën e magjistraturës të kandidatit të shkencave në temën lirika popullore në Trekëndshin, Ulqin, Shestan, Bregu i Bunës. Tezën e doktoraturës, Deti dhe detarët në letërsinë popullore shqiptare, me të cilën fiton gradën shkencore, doktori i shkencave filologjike, e ka mbrojtur në Universitetin e Kosovës. Për bindjet e tija politike kombëtare, ka qenë për herë ndjekur dhe është dënuar disa herë nga ish pushteti bolshevik, i cili as nuk e lejonte që të botoheshin punimet dhe studimet e tija. Ka punuar si pedagog dhe gazetar në Kosovë e Gjetju. Është mbledhës dhe studiues i folklorit. Në për revista dhe publikime të tjera, ka botuar afër 100 studime nga lëmit e ndryshme shkencore. Profesor Bahri Brisku është personaliteti i nderuar i kulturës shqiptare, është 81 vjeçar. Ka një jetë shumë të bujshme, është një nga ato që ka vurë themelet e shoqërisë tonë. Rrëfimet e tija, para mikrofonit të televizionit e UTA, janë posa interesante edhe shumë rënqethëse, si që thot ai, jeta nuk më ka ledhatuar, më ka rrahur erëra të ndryshme. Shkëpusim një fragment nga emisioni Portreti. Çështja e flamurit shqiptar ka qenë një preokupimi të gjithë shqiptarëve, sidomos intelektualëve, që flamuri, sidomos në Kosovë dhe në vende ku jetojnë shqiptarët, të përdoret edhe flamuri kombëtar. Në për disa shkresa, këta e pranojshin të Jugoslav, por mi leju nuk e lejoshin. Lejimi i tij u bë me kërkesën e protestave. 68-ës kryesor. 68-ës edhe erdhe shkresë që duket në të gjitha vendet dhe institucionet ku punojnë shqiptarët të vehet të ngritet flamuri i tyre shqiptar. E mundshme, e dëshirueshme është me qenë edhe i Malizi, po mu ngrit ai i domosdoshëm. Vjen këto bile dhe kja një ndërmarrje tektare këtu i merr për Gjakovës edhe i bje na predak i thoshin këtu. I bje edhe veç rrobëve tjera, bje edhe flamurët të mëshit. E marrim ne i thomë mëse kjo u bë, kishin kalu një muaj sa që u liru gjoja, po këtu se lëshoshin. Me shfrytzu festën e 1 majit, edhe për 1 maj me ngrit natën e 1 majit, me ngrit flamur shqiptar. Ngritën flamurin, e organizojnë ne disa shqitore, ku ishin shqiptar normalisht, i ngritin shqiptar, një 7-8. Mirë po, ngritën flamur, vinë mëngjes të gjithë gati këta, këtu, se u shpija apër, e disin që ishim shokë me ta, vinë, thot Bahri, thot, ne i kanë vjetë flamurët, i kanë hek flamurët. Ma bre, po si të këva, bjeseda, mas bjeseda, kush mundet, i ka hek vetë. Me dhe në përfundim që njëni e ka pa një milicë të i thonë, hiqe, disave. Atje natëm 1 ati mas misnate. E të ashtë, normalisht që edhe ne u revoltume shumë, që ishme të hek flamurin shqiptar. Dhe ishte diçka një risi, një plotësimi të gjithë atyre të metave patriotike që kanë pas dhe rrethjerë. Shkojmë ne ke kë, shkojmë ke kë, marrëm edhe një 10 flamur, i blejmë, edhe i vemprëm. I vushit ditën a natën? E vushme ditën, e organizume, një organizim të mirë, në popull, 3 ta, që mi mbrojtë.
me mbrojt. Roja natën non-stop me qenë e rregullt për se cilin. Në realitet ku ishte flamuri poshtë, ishte në dyqan, nalt me fjet 7-8, me ba marrë poshtë, me fut bombë, që me vek. Një kështu ishte vendimi. Po, nuk vinë ta kanë kuptu këta se shumë divizje kishte, për rinisë, për shqiptarëve atë, në për pazar. Edhe për zotin, për kunda asaj frige, për kunda të gjitha masave që merreshin, e kunda shqiptarëve, pjesa më madhe ka qenë Tarmatosën. Tarmatosën mirë. Një aty ka 3 sahati mas misnate vjen një xhip me oficer. Të në 68, Shkurt për po vite 68. 68. Shikoja tha, ne kemi ardhë, kush këtu, vese, fundit vinë aty në marrën mua, edhe të këzicin e disa kokë kështu që ishim ne aty me dërtet udhëheqësa që kishim organizu këtë protest. Tha, ne në kanë thirë, tha, prej atje, tha, mi hek. Prej Tivarit, jemi komandër Tivarit, me hekë. I thënë, po, mirë, si keni ardhë vetë, po kemi, tha, ushtri, me ushtri, tha, dhe marrë një marrë. Për zotin, s'ka ushtri, sonte që hynë këtu, edhe pa u revanshuni. Na vritin ne, po edhe ne dhe. Ma tha, po si ti, po, ka, sa jeni? 500-600, ta të rëmëtosë. Ky kishte qenë Bosnjak. Ky oficer. Tha, ju tha pa mendoni, tha, me vërtet, tha pa mendoni se ne pa dojmë me lujt me ju, e pa dojmë vetë me ushti frigën e njëra tjetra, po në qoftë se mendoni ashtu, hajde në të njëni, hajde ti, bërë mu, hajde i thosh ati, lesë thosh, se pun kape, pun për vrasë rrugë, hajde lesë një këzishë, një 3-4 kështu, bimani. Ku shkom ke vije Solanës, ku këthen rrugë për Solanë, Sa ishte policia tjetër? për aty rrujnë, mora djarë aty mush, me rojnë. Hajtë aty dërë me kalu këta, unë nuk shkova me kërë tyne, po shkova me kërë tonë, me maqinë tonë. Kalojmë ne edhe një 500 metra bere diku, që 2 kamiona me ushtarë të kamionët presë. Me ushtarë, ishte e vërdet kja. Qetha ku janë, tha, që i kemi marrë dhe me. Po shdo një ju të shumë, në ashti frikën, tha që, po ti në qo se je i menshëm, nuk i qanë të djerë mi thashë në brasje, se këto sonte nuk mundën me pa gjujtë në ta e pa vazisht. Jo, tha, veç problemi është si ka qenë puna, ja shpjegume, ne kemi pasë, ne kanë marrë, e ka shpërdorua, i kanë djekë, duket, plamurët tonë, dihet aja që me milicë, njëni në kanë thënë që milici ka rujtë, tjerë si ka hek, tjetër kur që ka hek, tha, ashtu që e ka këta. Pra ndaj tha këta që janë, tha, shumë, tha, edhe e dinë, tha, se jeni shumë, për ndaj në kanë thënë me marë mështërinë. Unë e kishe që ka të shkru në politika. Albanska zastava slobodno da se istakne. Da, një muje sa, për para. Pse të shti, qka dojnë, thashtë? Ta dojnë vetëm, pse janë ngarku me nacionalizm, me shovinizm, tonë, se të shtë qohë se ne kemi luftu së bashkut, ne të gjitha ta miradinat e liris do t'i përdorim. Edhe atje, këtë nuk e kanë thënë, tha në Beograd. Unë lale dhe tha, a di qka tha? Ne na kanë pru, tha, na kuptu, tha. Shkoni, tha, se mos i iqë. Kur e be këto, ata thanë se ne nash përveç nga shtynë burke, në marume, këta shok këto, zbardhme pa ta. Po qka me batë ashti? Pasha zotin, po për këtë një metre kemi bakso. Qka të bajmë në tash? Kemi kap, sa flamur në kanë marrë? 7 flamur, 8 flamur, bam, Jugoslavia dhe kësi Malizi, kap,
me të vërtet thëmë ku, morë me atë guxim të shaqit, edhe shku të shme maqina atje, mas hotelit në Borova, i kemi djekë. Nga muaj i mars, televizioni Teuta fillon me emisionin e ri Portreti. Flasin ata që vuan themelet e shoqërisë tonë, mjek, profesor, historian, gazetar, mësues, mami, anvise, peshkatar. Jeta dje dhe sot, rrëfime të ndryshme, në skenë dhe pas skene, të gjitha këto në emisionin Portreti çdo të dytën të shtunë në orën 20:30.